Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha të premten se qeveria po monitoron me bazë ditore çmimin e karburantit dhe ushqimeve, të cilat, siç tha ajo, janë ndikuar nga lufta në lindjen e mesme. Ministrja u shpreh se nga monitorimi ditor i 80 produkteve të shportës është vënë re se ka rritje vetëm të çmimit të perimeve. E pyetur nga gazetarët se a ka plan qeveria të ndërhyjë për të frenuar rritjen e çmimeve të produkteve të shportës, ministrja Ibrahimaj u përgjigj se nëse do të rriten edhe çmimet e tjera, do të ndërhyjet me mbështetje të kategorive që nuk i përballojnë çmimet e rritura. Ditën e dieshme bëm një ulje domethënëse të çmimit, duke çuar çmimin e karburantit në 210 lek të naftës, në vijim të ndryshimeve dhe të marrëveshjes së arpushimit që kishte ndodhur një ditë më parë, i cila u reflektua menjëherë në çmimin e bursës. Kemi një informacion që vetëm kategoria e perimeve ka pasur një rritje domethënëse, ndërkohë që produktet e shportës janë rreth mbi 80 dhe asnjë produkt e tjera të shportës nuk ka pasur rritje për shkak të luftës dhe e vërteta është që siç thash inflacioni në muajin mars, i cili u publikua para pak ditësh nga Instat, shënoi nivelin 2.6% që është një nivel i kontrolluar ende. Dua të kujtoj që targeti i Bankës së Shqipërisë është një inflacion prej 3%, pra deri në 3% neve kemi një rritje të çmimeve të kontrolluara. Megjithatë, siç thash, e vërteta është që në të kaluarën ne kemi ndërhyrë në një subvencionim të rritjes së çmimeve për shtresat në nevojë, do të vijojmë monitorimin dhe nëse do të shohim që çmimet do të rriten në vazhdimsi dhe në të gjithë produktet e tjera të shportës, atëherë padyshim që do të ndërhyjmë me një akt i cili do të parashikojë që të subvencionojë për rritjen e çmimeve për kategorinë e shtresave në nevojë.